Mirë mbroma, ju urojmë searën në program zotit Pandeli Majko, mirë mbroma zotit Majko. Mirë se gjeta. Bashkë me mua në shoqërinë e zotit Majko është dhe Prisita Gjikondi, mirë mbroma Prisita, faleminderit që mua sonte, me siguri temë interesante, kjo situata e jemi në NATO, pa vlen rregullat, a vlen artikulli 5 brenda gjirit PS-s, po do flasim edhe për këtë. Pandi, faleminderit që mua program, e di që kemi eshur nga fushata në betejën tënde të radhës në Kavaj dhe në Rogozhin, ku sigurisht ka dhe interesa të tjerë që përplasën edhe vetë brenda aleatëve, apo ish aleatëve të partisë tuaj, po më tanë që e kishit marrë me sportivitet daljen në listën e hapur, në momentin që morët vesh që Rama është listën e mbyllur. Po këtu ama kishte një lajm, që më në fund, Pandi Majko e pranoi realitetin e Rama. Jo, s'ka të bëjë me këtë. Realitetin e Rama e kam pranuar që kur ajo bë kryetari i partisë, unë bëra sekretari i përgjithshëm. Po. Atëherë, mbaj mend që themi zgjedhja juaj nga kongresi i tetorit 2005 ishte një farë balance, midis temit panjohur së madhe Rama dhe temi sigurisë së njohur Majko. Po, besoj që ishte një bashkëtesë e natyrshme midis në një parti ose në një organizat midis asaj që ishte dhe asaj që po vinte. Dhe për fat keq, për herë të parë, pas shumë vitesh, unë duhet pranoja që bëja pjesë tek ajo që ishte. Që ishte, megjithëse ishte 30 pak vjeç. Ishte edhe mirë se Rama ndoshta. Se Rama, po. Por ishte një gjë që kisha të bënte pikërisht me këtë fakt, pra faktin e ndryshimit. Dhe mendoj që përshtatja e Partisë Socialiste me Ramën, pavarësisht shumë ndryshimeve, në thelb tregoi ose provoi që një nga gabimet më të mëdha jo vetëm brenda PS-s, po sidomos të kundërshtarëve të Dramës, ishte fakti që ata u gabuan lidhur me të. Ju toni që e nënvlerësuan. E nënvlerësuan. Dhe haruan, që pavarësisht se personi që thoshte pothuajse në çdo takim nuk janë politikan. E thot akoma? Jo, nuk e thot akoma. Nuk e thot më? Nuk e thot më. Ai përfaqëson një nga familjet më të vjetra politike në Shqipëri, e cila ka pjesën e vet të pranisë në periudhën e Mbretit Zog, dhe pastaj në periudhën e Verogjes dhe më pas në pluralizëm. Ju thoni që e nënvlerësuan dhe vetë brenda PS-s? Po, nënvlerësuan. Bile kishte edhe mendime që ai do ta mbyllte karrierën e tij me humbjen e Bashkisë së Tiranës në 2007. Në 2007. Po. Por që fakt nuk e humbi, e fitoi. Me një betejë të jashtëzakonshme, sepse po të pranonim në atë periudhë që të futeshin në rrjetin e votuesve edhe pasaportat për shërbimit ushtarak, ka qenë një diskutim shumë i vështirë, mos besoj që e kujtoni që ushtyn edhe për shkak të presioni, dhe që mua më pushtuan më kushtoi dhe natën e vitit të ri, sepse të vetëm me zotin Rosmali në Rogner diskutonim dikur rreth orës 11:30 natës lidhur me kushtet e kompromisit. Tani që më kujtua një pikë që nuk e futa në editorial, është gjithashtu ju keni qenë një nga njerëzit që ndaluan Ramën të jepte dorëshën vitin 2009, korrik vitin 2009, një nga pak njerëzit. Besoj që nuk kam përgabim. Nuk e di. Sot jeni në listë hapur, jeni në një betejë ku kundërshtarët për fat mirë nuk i keni te kambi zyrtar, por rivaliteti për fat keq është më ashpër brenda jush. Me atë editorial që më lexove të sot. Por mirë që si vure titullin shpëtoni ushtarin Majko në fund të saj. Po, nëse ja drejtoj, nëse mendojnë që këtë e kanë kuptuar masa e socialistëve, jam dakord me mesazhin. Se ju mbeteni një ushtar i Partisë Socialiste. Të pak në kopaqe. Besoj që vargjet që më pëlqejnë akoma, të Kadares, është tek marshi i ushtarëve, është nga lufta vim, në luftë të shkojmë dhe tjetër fat, ne nuk kërkojmë. Në mendoj që politika nuk diskuton cilësit shpesh, dhe për këtë arsye edhe keq kuptohet nga pikpamja morale, por diskuton nevojat. Dhe unë mendoj se Edi Rama hyn tek njerëzit i cili është i nevojshëm jo vetëm për veten e vet, por edhe për Partinë Socialiste dhe specifikisht për këtë moment. Po ju ndjeni i nevojshëm brenda partisë tuaj? Këto do të tregojnë votat. Por zgjedhja që bëri kryetari për ju? Pyetja më e mirë do të ishte çfarë jeni duke bërë. Dhe mendoj se përgjigjja ime duke qenë në listën e hapur është shumë më lehtë se sa po të isha në listën e mbyllur. Për shkak
faktit që tani kryetari është në listë mbyllur, që edhe ka sens, ka sens. Dhe ka sens, sepse nuk mund të bësh fushat kundër kryetarit, përse paktën për e vërtet është, ju patët një fushat vështirë në vitin 2021, pastaj ndryshimet e tjera ju risollën në kuvend, po. Nuk ishte fushat Beteja nuk ishte e lehtë, megjithëse më mend që ishte nuk ishte fushat e vështirë, ishte një fushat me vullnetin tim, unë e shmanga fare numrin, se në 2021 diskutohesh numrin, në duk sigur në ofun edhe emrat nga e para. Unë e shmanga fare diskutimin për numrin tim, ajsa dhe shok timeti më merrnin telefon dhe pyesnin për numrin, sepse o fuksova tek i famshmi numri 12. Në fakt, Brisida është një situatë, temi e pa precedent, janë ndryshuar edhe rregullat e lojës në këto zgjedhje patjetër, për shkak listës mbyllur, pra deri diku temi është qartësuar kush janë njerëzit që do futen dhe të cilët do luftojnë me njëri tjetrin. Kryetari i partisë futet në listë mbyllur, në mënyrë e shmangët të keq kuptimin e unifikimit midis emrit të tij dhe numrit të partisë, krijoi një numër mira votat të pavlefshme në zgjedhjet e fundit, por nga ana tjetër temi këta shokët i ka vënë përballë njëri tjetrit, që tha Ermonela Felaj, tha shok jemi, tha po shoqë jemi po modra si jemi. Pra në farë mënyrë temi ka edhe sindroma tek e Majta është ashpër, sindroma e luftës së brenda llojit. Unë do bëj vetëm një parantezë, duke qenë që dëgjova hyrjen tuaj. Unë mendoj që zoti Majko ka 33 vjet në politikë me sa di unë, pak a shumë jemi moshatar bashkë. Pandin e kemi nga dhjetori, në fakt, e kemi shumë dhjetori. Është që në 92-shin deputet. Po. Dhe unë mendoj që më shumë ka pasur fat se sa mund, por tani po i duhet që atë fat që ka pasur ta shlye me mundin e tij. Por e thonë ka qenë privilegjuar Pandi. Ka pasur fat, por ndryshe nga shumë politikanë të tjerë, unë mendoj që nuk ja them vetëm në sy, e them dhe në bisedat të tjera, ka ditur ta menaxhoj fatin. Nuk është sepse mund të kesh fat dhe abuzon me fatin ose të duket sikur e ke meritën tënde. Ka ditur ta menaxhoj dhe edhe pse ka 33 vjet në politikën shqiptare dhe deputet, asnjëherë nuk t'jep imazhin një personi të konsumuar. Ka ditur të jetë modest me të gjitha gjërat që ka pasur në jetën politike dhe perceptimi im është edhe kur është bërë kryeministri një moshë fare të re dhe gjitha detyrat që i kanë dhënë, është përpjekur të jetë në plan të dytë si individ dhe në plan të parë të vë detyrën që ka pasur. Po shumë e rëndësishme të mos konsumosh. Patjetër. Se ne e provojmë vetë edhe në punën tonë pas 3 dekadash rreziku i konsumit është eminent. Gjëja më e mirë që ka bërë këto kohë është që nuk është o duhet të bindej me zgjedhjen e Ramës, sepse zgjedhja ka qenë e Ramës. Këto broçkullat që e vendosi partia, kryesia, ne e dim shumë mirë që në fare zero, as ke Rama, as ke Berisha. E dim shumë mirë që janë të gjitha studime dhe analizat e Ramës. O do binde, ose do dilte me dignitet dhe do bënte një jetë akademike, do të rriqe. Unë mendoj që si moshë biologjike nuk është akoma në kohë për të tërhequr. Besoj se Partia Socialiste nuk duhet të vuaj nga ajo filozofia që kur lind nipi duhet vrasim gjyshin. Me që këta kanë ardhur të rinë duhet ekzekutohen të vjetit, sepse duhet ketë një vjushmëri, duhet ketë një grup, sidomos deputetësh të shëndetshëm, të së shkuaras, të cilët mësojnë dhe këta të rinë që hynë, sepse dhe zoti Majko në 92 ka qenë si ata që janë sot. Patjetër. Vetëm unë kam e përshtypje, dhe ky mund të jetë bazë që mund ta bëjmë. Quhen deputet e vjetër, deputet e rinj. Unë për shembull tek rasti i Majkos, po deri diku te Mimi, Kodheli, tek Fatmir Xhafa po doni, Erion Braçe. Ha, diskutim. Ti ke Fatmiri nuk je dakord. Po e lëm Fatmirin me një, po fusim Erion Braçen. Janë temi politikanët klasik. Nuk janë politikanët që kanë tonë metodologjitë e reja. Braçe nuk është klasik. Po, në teren është klasik, në teren. Pastaj, okej, e përdor Instagram mirë se Pandi, po, pra, është klasik si prerje, pra, janë njerëz që janë lidhur me elektoratin, me problemet e njerëzve. Braçe dhe Marko i duhen parlamentin shqiptar, edhe të rinjve shqiptar. Qoftë dhe si modele pozitive. Nëse këta zgjedhin të hyjnë në betejë, plus që unë shikoj, sidomos zotin Marko që zoti Rama e ka vënë në kavaj Rogozhin, unë mendoj që e ka vënë si një kal race që t'i sjell vota, nuk e ka vënë aty për ta denigruar se për të humbur. Se duhet të bëjmë një gjë të qartë shqiptarëve. Kjo ndarja me qytete, Kavaj, Rogozhin, Kamës, është thjesht brenda partisë,
Se këta janë të gjithë barabartë në listën e qarkut. Këta mund të kërkojnë vota kudo. Këta mund të marrin ku të duan. Edhe të 1/5. Prandaj edhe këtë që thonë mbuloj kamzën, mbuloj këtë, mbuloj atë, ose 1/5, 1/4, 1/3, janë thjesht për ndarje të përbërëndshme për efikasitet të votës, si të mblidhet kudo. Por, në fakt, zoti Majko mund t'i duan 7.000 vota, të 7.000 vota mund t'i marrë nga gjithë qarku i Tiranës, që ka në zgjedhjet e fundit ka pasur rreth 830.000 votues, që nuk është pak. Jo, është. 1.450.000 Ai për fatin më i madh, zoti Balla, që ke fleta votimit, sipër janë partitë politike, në pjesën e dytë të fletës votimit është emri. Të gjithë kush ka dëshirë, aty është ajo që tha zoti Majko Qpar, që matet me vlerën e tij reale secili. Do s'do... Mendoj që ne kemi zgjedhur të luajmë në sulm. E kam përsëritur, do ta përsëris, besoj që kjo na identifikon shumë në marrëdhënie me kundërshtarin. Dhe kur ishim para se të nisë emisionit, thash që nëse do kishte një moment sfidues realisht për ne, do të ishte që në momentin e fundit për shembull zoti Berisha dilte në listë hapur. Kjo pastaj do të kishte një grafik tjetër të bërit të fushatës. Mëse lërso ka ishtë në Berishën. Jo. A i thotë, kundërshtari duhet bënde këtë televizje, pastaj se që bënë kundërshtari, se ka e mëse në Berisha është tjetër, po si logikën ka drejt, po mene që e bëri Meta, më fale, e bëri Meta? Po, Meta e bëri... Shapo. Mendoj që... Si veprim politik, futën vlerë absolute. Si veprim politik, është në burg, doli në listë hapur. Jo, dua të them diçka tjetër. Tjetri u mbyll. Përveçse. Da shikojmë Helen Brama se një nga rezervat. Patjetër, por ama e bëri lëvizjen politike. Patjetër, po e bëri lëvizjen politike. Mund të thotë Erisës. E bëri lëvizjen, ama nuk ja heqë dot meritën, po. Një nga rezervat më të mëdha që ka publiku sot me politikën në përgjithësi dhe politikanët është që e trajton atë si një shtresë që nuk është gati të sakrifikojë asgjë. Do të thotë e trajton si një histori e cila e kupton dhe nuk u kupton realitetin ku ai votohet. Mendoj që koncepti që Partia Socialiste nëzori disa prej figurë, në çdo qark nëzori figura prominente të politikës, iq drejtuesit e qarqeve, dhe këtë duhet ta trajtojmë ashtu si është. Korrekte. Pati probleme në 2021. Ishte shumë korrekte. Pati probleme në 2021. Ti nuk mund të shkosh si drejtues politik, të bësh prezantimin e kolegëve të tu dhe në një kohë ti je konkurrent vet. Domethënë ky do ishte një telash. Jo, pati faule, pati me Ramën Durrës, me Taulant Vallën në do ishte një telash më shumë. Do ishte një telash më shumë. Bile do ndodhte edhe një fenomen tjetër që drejtues të qarkeve, pastaj do kujdeseshin që të kishin figura dopta në konkurim. Se ka përgjithësi... Po flas shumë hapur. Mendoj që nëse do ta gjykojmë nga këndvështrimi pragmatist, politika i ka dhe këto. Kështu që po marr një shembull konkret, në zgjedhjet 2021 ju fituat, po për herë të parë humbët një mandat në Fiera, pas mendoj se më shumë ishte një aksident Fieri. Po pra, dakord, mund të jetë aksident teknologjik, po ideja ishte, ndodhi dhe për këtë. Kurse tani që po flasim, ne duhet të rikuperojmë përballë publikut edhe një varg goditje që na kanë ardhur nga sistemi i drejtësisë. Dhe dalja në linjë të parë e Jona, besoj që nuk është lidhur me faktin që ju thashë ka më të lehtë, se pashim a kishit vënë si titër atje. Lehtësia është më e lehtë për të përgjigjur pse jam këtu. Domethënë, unë do ta kisha shumë të vështirë sot, për shembull të më bëni të pyetjen. Zoti Majko, ju jeni në listë të mbyllur. Ndjes, më fal se nuk e kuptova. Mendon që ju ka penalizuar reforma në drejtësi? Mendoj që në një mënyrë apo tjetër ne kemi pasur goditje nga SPAK. Se doni të mbani. Goditja në Erion Veliajt, Jo, më vjen keq, nuk ka të bëjë me këtë lloj debati, duam apo jo të mbajmë qendra infeksioni. Ka të bëjë me faktin që politikisht një parti ka penalizuar reforma në drejtësi. Ju lutem. Një parti kur i goditet një deputet, një parti kur i goditet një deputet, nuk besoj që e kishte atë pa me elektoral. Një parti kur i goditet një deputet. Kongres më fal tha që zoti Majko e ka të sigurt të hyjë mik për një vend në Tufinta, se është shumë mik me Veliajn. Me sa mbaj mend para. Jo, ishte krejtësisht në kontekst tjetër. Por e thash mos e kishin. Jo. Qasje personale me miqësisë me kryebashkiakun. Ju lutem. Ju siguroj që nuk ka të bëjë fare me këtë. Një parti politik... Ndoni vetë për SPAK-un? Ta vazhdoj. Jo, me që jam
ca nga Goro Pari që keni qenë deputet dikur, ca nga Vlora, edhe do të pyetet për të çfarë mendimi keni për Spakun? Tani, ju nuk jeni nga Strelca apo jo? Jo, janë nga Kolaneci. Okej, janë më turtë. Atere, të vazhdoj. Mendoj që gjërat duen parë ashtu si që janë. Kur një politikan goditet nga sistemi i drejtësisë, kjo është një goditje edhe për partinë politike. Pavarësisht se ne kemi thënë që ne respektojmë sistemin, respektojmë. Dhe ne nuk kemi marrë pak goditje.